Ende pa e zënë karrigen e të akuzuarit, Bedri Shabani kërkoi një bisedë të shkurtër me mbrojtësin e tij. Kur avokati u afruaj, akuzuari për spionazh i tregoi se para se të vinte në seancë ishte keq me shëndet. Për këtë ankesë kishte kuptuar edhe gjykatësi i cili u interesua për gjendjen. Ke marrë trajtim shëndetësor? Po, marrë terapi plus asaj janë pas një gjendje që është e vështirë, janë mbikëqyrje të mbledhesh të 30 minuta. Mbikëqyrje, na duhet jam promosat mund të më flet mjektor dhe seret më qërë derën të mshire jam një shëndet, kështu që nuk jam i gatshëm të përcjellë zonë. Andaj, për të kuptuar më shumë nëse ka bazë ankesa e të arrestuarit në vitin 2024, seanca shkoi në pauzë për 40 minuta, kohë gjatë të cilës u siguruan informacione nga qendra e paraburgimit në Gjilan. Dhe nga përgjigja përmes telefonit, rezulton se edhe sot i akuzuari Bedri Shabani është vizituar tek miku i burgut dhe se parametrat vital kanë qenë brenda vlera normale. Por ky raport nuk mjaftoi që të vendosej përshtyerje të seancës, andaj nga avokati u kërkuan një shpjegim i detajuar për smundjen nga e cila vuan Shabani. Para se të fillonte deklarimin, Berisha pati një kërkesë. Se janë çështje të natyrës personale, shëndetësore, humanitare, e konfidenciale, plus që kjo ishte pa publicitet. Por kjo u kundërshtua nga prokurori. Mendoj që ndoshta nuk do duhet him në këtë fazë elaborimin e diagnozës apo problemeve shëndetësore që i ka i pandemit, pasi që jemi në pritje të raportit nga eksperti mjekësor se është në gjendje të përballoj gjykimin ai. Sidoqoftë trupi gjykues vendosi të aprovoj kërkesën e avokatit, andaj gazetarët, kameramanet, monitoruesit dhe palët tjera liruan sallën për të mos u kthyer më brenda, meqense pas përshkrimit të smundjes seanca u mbyll. Sipas aktakuzës, Bedri Shabani dhe Muharrem Qerimi deri në momentin e arrestimit më 5 qershor 2024 kishin ndihmuar Agjencinë e Inteligjencës dhe Sigurisë së Republikës së Serbisë, që njihet si BIA, duke mbledhur dhe dërguar informacione, dokumente dhe materiale që lidhen me UÇK-n.